natyrisht, domethënë, njëna prej veprimtarive sot shoqërore me ndikimin më të madh në epokën që ne ku po jetojmë është sporti. Tash ne kemi variacione të sporteve, ne e shohim që prim futbolli për nga importanca ose rëndësia e tij në arenën ndërkombëtare, por ndikimi i tij është polivalent, është shumë dimensional dhe sporti reflekton shoqërinë, reflekton komunikimet, reflekton përmbajtje historike në raste të caktuara, reflekton politikë, edhe reflekton madje edhe raportet të ideologjive të ndryshme, kulturave, mirë po të gjitha këto reflektime janë anësore në krahasim me vetë konceptin, me vetë idenë e sportit, me vetë lojën edhe me dimenzionin ose fenomenin e lojës e cila në parim dhe në esencë, domethënë dallon shumë nga manifestimet që janë të jashtme, manifestimet të cilat ju kanë vesh fenomenit të lojës ose aktivitetit të sportit për qëllime të jashtme, për qëllime qoftë të natyrës pushtetore, qoftë të natyrës politike, qoftë të natyrave tjera të cilat integrohen ose shohin sferën e sportit si një lloj mundësie e manifestimit të zonës së pushtetit, në përmes të cilët dëshirohet ose të ndikohen shoqëritë ose të ndikohen elementet të saj deri në një nivel. Kështu që kësaj pyetjes bie fjala që ende vazhdon edhe studiues në fushën e sportit kanë kështu dilema se a është sporti politik apo domethënë politika e manifeston sportin për qëllime të veta. Domethënë kjo është një farë lloj dikotomie e cila vazhdon të diskutohet mirë, po kryesisht është një qasje pak ka shumë e pranueshme edhe në mesin e studiuesve që politika shfrytëzon hapësirën e sportit. Domethënë politika e sheh sportin si mekanizëm me cilën tenton ta shpërfaq veten, tenton të merr hapësirën sociale, tenton të reflektojë dhe mundësisht natyrisht qëllimi është të ndikojë tek masat, të ndikojë. Kështu që ne kur e shohim sportin dhe kur i shohim manifestimet politike janë dy gjëra të kundërta, por që janë të ndërlidhura. Domethënë politika shfrytëzon hapësirën e sportit, ndërsa në vetë sporti nuk është politik në kuptimin kështu formativ të fjalës me qujt ashtu kategorik, por se është i ndërlidhur nga se politika shfrytëzon hapësirën e sportit edhe kjo është një diçka që nuk paraqet ndonjë problematik në kuptimin e ndërhyrjes në atë esencën e sportit, sepse ne gjatë diskutimit do të shohim mjaft raste kur politika dështon në raport me sportin. Domethënë ne do të shohim në vazhdim të diskutimeve dhe pyetjeve të radhës që kemi me pas shembull ku për shembull mënyrë kështu të drejt për drejt shihet që një ideologji, një politik nuk mrin të cënojë integritetin e lojës së sportit pavarësisht interesit për ta bërë këtë